Pra fillimisht News SHPK e merr tenderin prej 18.000 eurove, pastaj Sazide Sadiku angazhohet në KIESA në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, pastaj News SHPK merr grant 20.000 euro prej Ministrisë së Tregtisë, pastaj del që Sazide Sadiku ka pas konflikt interesi me News SHPK. Në hulumtimin e kaluar që e kemi publikuar në nacionale rreth dallavereve që dyshohet se kanë ndodhur brenda Ministrisë së Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, që drejtohet nga Ministrja në detyre Roseta Hajdari, kemi treguar për punësimin e Sazide Sadikut në KIESA, agjenci që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, pastaj angazhimin e saj në një komision vlerësues për tenderin ku shpall fitues Kema Kompani, ndërkaq tenderi ishte me vlerë gati 8 milion euro. Agjencia për parandalimin e korrupsionit kishte marrë vendim për anulimin e këtij tenderi, sepse Sazide Sadiku, zyrtarja që e përmendëm më lart, kishte konflikt interesi me Kema Kompanin, pasi që kishte qenë vetë punësuar në këtë kompani, e gjithashtu aty kishte punuar edhe bashkëshorti i saj, ditëror Sadiku. Ministria e Tregtisë nuk e ka respektuar vendimin e APK-s, pra e kemi treguar në orën e kaluar, pra ka vazhduar me ekzekutu pagesa për Kema Kompanin. Sot ndër të tjerash kemi me tregu detaje të reja rreth punësimit të zyrtares Sazide Sadiku në KIESA, pra në Ministrinë e Tregtisë, edhe dyshimet për ndikimin e saj si dhe raportet e saj me kompani private që ishin shpallur fituese edhe të tendereve, por edhe të granteve nga Ministria e Tregtisë. Në shtator të vitit 2023, Ministria e Tregtisë e kishte shpallur fitues kompanin News SHPK për tenderin hartimin e projektit ideor dhe kryesor për Parkun Industrial 2 në Drenas. News SHPK kishte fituar tenderin me vlerë prej 18.000 eurove, ani pse vlera e kontratës ishte parashikuar të ishte rreth 60.000 euro. Pra News SHPK e ka fituar tenderin me bo projektimin, pra projektin për Parkun Industrial 2 në Drenas, e në bazë që ti projekti, pra qëtë projekte ka shfrytzu pastaj Kema Kompani, e cila është kompania ku ka punu zyrtare e Ministrisë Sazide Sadiku, e cila pastaj e ka fitu tenderin për ndërtimin e këtij parku, tu bazu në qatë projektin që e ka bo News SHPK. Vlera e tenderit pastaj që e ka fitu Kema Kompani për me ndërtu parkun industrial ka qenë gati 8 milion euro. Krejt ky proces po ngrit dyshime për një skem mirë të organizuar, kriminale, brenda Ministrisë për të favorizuar kompani të afërta me zyrtarët e Mintit dhe grupet e fuqishme brenda Ministrisë. Pra për me bo projektin për parkun industrial, News SHPK ka fitu fillimisht tenderin prej 18.000 eurove me 28 shtator të vitit 2023. Pastaj në muajin nëntor të vitit 2023, Ministria e Tregtisë e ka marrë një vendim për konkursin me titull Angazhimi i një inxhinieri në KIESA, që keq ajo agjencia pra që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë. Edhe në konkurs kanë marrë pjesë, dëgjoni tash pjesën interesante. Në konkurs kanë marrë pjesë Kema Kompani, Blerina Bajraktari dhe Sazide Sadiku. Sazide Sadiku ka qenë angazhuar me punë në Kema Kompani. Pra aty e ka pas të punësuar edhe bashkëshortin, që ngrit dyshime serioze se Kema Kompani ka marrë pjesë në konkurs vetë sa për me plotësu numrin prej 3 konkurrentëve që duhet me marrë pjesë në një konkurs, për ndryshe kishte dështu konkursi. Kema Kompani ka hyrë në konkurs edhe me vlerë më të madhe se sa vlera parashikuar, pra tu e ditë që nuk e fiton. Normalisht Sazide Sadiku u pranu me kontratë mbi vepër si inxhiniere në KIESA, ndërsa Kema Kompani dhe Blerina Bajraktari sipas dokumenteve zyrtare janë eliminu prej konkursit me arsye që nuk i kanë dërguar deklaratat në mbetim, kanë mungu disa dokumente, e kanë tejkalu shumën e parashikuar të kontratës e të tjerë. Për me pas më të qartë se çka ndodhi deri këtu. Fillimisht pra në shtator të vitit 2023, Agjencia për Mbështetjen e Ndërmarrjeve, që KIESA që vepron në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, i jep tenderin për projektim për parkun industrial kompanisë News SHPK me vlerë 18.000 euro, ani pse vlera parashikuar e kontratës ishte 60.000 euro. Në nëntor pastaj të vitit 2023, Sazide Sadiku punësohet në KIESA, pra në Ministrinë të Tregtisë me kontratë mbi vepër. Ajo ishte angazhuar për të ofruar shërbime si inxhiniere, pra një vend pune që lidhet drejt për drejt me projekte infrastrukturore përfshirë edhe parkun industrial në Drenas. Në tetor pastaj të vitit 2024, pra pasi që Sazide Sadiku i ishte vazhduar kontrata mbi vepër edhe njëjta dyshohet se i ka bo lidhjet e veta brenda Ministrisë së Tregtisë, Kema Kompani u shpall fituese pastaj për ndërtimin e parkut industrial në Drenas, tender ky me vlerë gati 8 milion euro. Në komisionin vlerësues për tenderin 8 milionësh kishte qenë edhe vetë Sazide Sadiku, e cila kishte punuar më herët në Kema Kompani, ku i ka punuar edhe bashkëshorti Sazide Sadikut, ditëror Sadiku. Pra konflikti pastër interesi që kishte bërë edhe Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit me marrë vendim për anulimin e këtij tenderi.
Tash pjesa interesante është që Sazid e Sadiku ka pas konflikt interesi edhe me News SHPK, por edhe me Kema kompanin. Pra edhe kompanin që e ka fitu tenderin për me bo projektin për parkun industrial, por edhe me kompanin që e ka fitu tenderin për me bo ndërtimin e parkut industrial. Këshur në çka ka ndodhur tutje. Në tetor të këtij viti, pra 2025, Ministria e Tregtisë e shpall listën e përfituesve të granteve për industrinë kreative. Në këtë listë, me numër 11 figuron edhe kompania News SHPK, e cila kishte fituar grant prej ministrisë prej 20.000 eurove. Në komisionin vlerësues të granteve kishte qenë për ironi prap Sazid e Sadiku, e caktuar në këtë komision nga Zef Dedaj, e cila ka deklaruar që ka konflikt interesi me kompaninë News SHPK dhe Dea Grupin. Qysh pra Sazid e Sadiku, konflikt interesi edhe me News SHPK që ka bo projektin për parkun industrial me vlerë prej 18.000 eurove, pastaj konflikt interesi edhe me kompaninë që ka fitu tenderin gati 8 milion euro për ndërtimin e atij parku industrial. Pra fillimisht Sazid e Sadiku ka qenë pjesë e komisionit vlerësues, ndërsa pastaj është zëvendësuar nga një zyrtare tjetër shkaku i konfliktit të interesit. Krejt kjo vërtetohet me dokumente zyrtare. Krejt kjo skemë mirë organizuar që dëshmon lidhjet dhe afërsitë që zyrtarët shtetëror kanë me kompani private, të cilat pastaj shpërblehen përmes tenderëve, ngreja lan për reagim nga prokuroria dhe Agjencia kundër korrupsionit për të verifikuar lidhjet e News SHPK, Kema kompanisë dhe Sazid e Sadikut, zyrtarës së ministrisë. Pastaj duhet të hetohet edhe përfshirja e zyrtarëve të Ministrisë së Tregtisë dhe Agjencisë Kiesas, pra në këtë rast, që kanë nënshkruar, aprovuar ose që janë përfshirë në këto vendime të lartcekura. Normalisht duhet hetim i autoriteteve edhe për proceset e përzgjedhjes, vlerësimit dhe punësimit që lidhen me projektin e parkut industrial në Drenas dhe grantet e industrisë kreative.